Mirëmbrëma në Xhiro me Syçin. Sonte si zakonisht do të kemi të ftuarin ton. Kontributori i emisionit ton dhe është në nderin e këtij emisioni. Zotin Benandone. Ço bllokova kështu vapën. Hajde edhe herë një. Pas ka ardhur pa qef. Ë? Pas ka ardhur pa qef. Jo, më qef kam hap vap, pas duhet të vapën. Edhe Hajde. Ha, 3, 2, 1, live. Mirëmbrëma në Xhiro me Syçin. Sonte do të kemi të ftuarin ton, kontributorin e këtij emisioni, që është në nderin e këtij emisioni, por nuk është në nderin e shumë mediave, sepse sidomos në televizion shqiptar, sepse tashmë dihet që mediat kanë dëshirë më shumë të kenë tallava se sa mendim politik dhe analizë politike. Zoti Andoni, mirë se ke ardhur. Mirë se që kënaqësi. Andoni, nuk mund t'i shmangemi Zvërnecit. Absolutisht. Po ndodh me Zvërnecin dhe sa ndjeni jeni ju, po ndjenit e mia, Qartë. është që Zvërneci, qoftë dhe kjo Kerana Hedhën, pra lagunat, kënetat, asnjëherë nuk kanë qenë pronë private dhe kjo është e spjegueshme dhe dihet i sërgjish ashtu si dhe vija e Bregu Detit. Pra, kur Zvërneci u bë pronë private, pse u bë pronë private, pse u leju pronë private, ashtu si që leju gjithë Bregdeti shqiptar dhe e kemi masakru me ligjin 7501, dhe tashit pakten këtë drejtim unë mendoj që po paguajmë pasoja dhe të paguajmë gjatë këto pasoja. Pra, një, e dyta, është, a duhet të jetë Zvërneci zonë e zhvillimit turistik, dhe në qoftë se duhet në çfarë metra dhe a lejon investimet huaja. Dhe për ta filluar me atë, po dëgjoja në protestën e këtyre të Zvërnecit, dhe nuk kemi një nonsens si popull. Bërtisnin poshtë komunizmi. Mirë, po ti po ndalon, po kërkon që të ndalosh investimin e huaj. Komunizmi ndalon të investimet e huaja. Pra, këtu nuk ka lidhje fare me komunizmin, as qeveria, në të kundër këto që protestojnë për mos të investimet e huaja. Pra, a duhet jenë, as duhet jenë këto investime, ajo është hesab tjetër. Na e shtjellon, lutem. Për nis nga fundi. Për qenë logjik, shumësia e sloganeve që jedhe në protest tregojnë një farë mënyrë dhe kulturën e një komuniteti përsa i përket protestave. Dhe në më vjen keq të them që kjo kulturë na mungon. Për këtë ka dhënë një dorë të madhe politike këtyre 36 viteve, për një arsye të madhe, që shumë mirë mund të ndihmonin për ligjin i cili lidhej me referendumet dhe populli të ushtronte demokracinë e vet direkt. Është një nga mënyrat më të mira në këtë kaos ku sot sistemi jon demokratik e delegon votën tek i zgjedhuri dhe pastaj në parlament për shkak të nedim ligjit të vitit 2008 deputetët respektiv të Partisë Socialiste dhe Demokratike, sepse të tjerët janë gati të papërfillshëm, e kanalizojnë sipas interesit të zotit Rama ose të zotit Berisha. Në këtë sens ju keni të drejtë që sloganet që jedhen nuk kanë sens për shqetësimin, por duket se më të paqartë janë njerëzit që po organizojnë për arsyen e parë, që është i papërcaktuar objekti, dhe e dyta, ku do të shkojnë të kjo protest. Në mendimin tim, Shqipërisë i mungojnë protesta të tilla. Nga një anë unë vetë kam qenë nga zëllyer, ti kam qenë në protestën e parë të tyre para kryeministrisë. Ishte habitshme që ata pretendonin që mund vinin 200 veta, po që kishin ardhur shumë më tepër. Që do të thotë, organizimi i njerëzve tashmë ka karburant pa kënaqësinë e madhe. Dhe pa kënaqësia e madhe ju e dini është ndaj njerëzve që po shpërdorojnë pronat në vendin tonë, që marrin leje dhe që nuk janë të dukshëm për publikun. Nga ana tjetër, ti shikon vende ku pretendohet për zhvillime dhe në fakt njerëzit që e marrin nuk arrin të bëjnë zhvillimet. Këtu tani kalojmë te Zvërneci.
investimi prej gati 4 miliard dollarësh është i jashtëzakonshëm për Shqipërinë. Dhe kur mendon që investimet e UE tek ne janë 1.6 në mos gaboj, kjo është një gjë e jashtëzakonshme. Patjetër. Problemi i madh është ai problem që folëm pak më përpara kur u takuam. Në një hapësirë të tillë, në një habitat të tillë natyror, me vlera për sa i përket biodiversitetit dhe të tjerë, faunës, florës e të gjitha, nuk ka si të ketë pronar. Dhe pronësia e vazhdueshme me këtë mënyra se si është vepruar me pronësi në të gjithë hapësirën, nga tutje Palasës deri në Bregdetin poshtë Vlorës, është e trishtueshme. Tani ne nuk themi dot më që kemi rivjerë, nuk është më rivjerë. Ja, s'kemi rivjerë, jam plotësisht. Kjo është e trishta e madhe. Dhe mendoj fakt që po ju presbën, mendoj që duke shkatërruar këtë rivjerë, kemi shkatërruar dhe biodiversitetin e gjithë kësaj zone që është një biodiversitet shumë i pasur. Patjetër. Por në këtë rast ishin mekanizmat në shtet që ta përcaktonin këtë që në vitet e para, në sensin që zonat lagunore nuk preken. E para jo thjesht për të ruajtur ekuilibrin e biodiversitetit, por nga ana tjetër dhe për të ruajtur prishjen e ambientit. Shumë kohë më përpara aty në nuk e di sa i qartë jeni për këtë, ka pasur një investim kroat shumë të madh për naftë. Në Zvërneca, për Zvërnecit nuk e di çfarë ndodhi, pastaj dhe ata u shkëputën apo bën diçka u shmangën, arritën që të paktën të punonin dhe ata patën shumë probleme me banorët. Është një komunitet që për shkak të asaj lidhjes tonë me konventën kuadër është e paqartë kjo pjesa minoritetit atje. Ne kemi minoritet lingvistik nimar dhe kemi minoritetin etnik grek që kemi në jug të vendit përcaktuar. Kështu siç kemi komunitetin Maqedonas në pjesën të themit të liçeneve në juglindje të vendit, dhe pastaj atë pjesën gorane atje. Dhe këtu tani po na fillojnë përplasjet dhe me Bullgarinë, sepse ju dini Bullgaria me Maqedoninë kanë përplasje dhe e reflektojnë dhe ke këto komunitete. Po duke u kthyer ke Zvërneci. Kalimi për vite të tëra te njerëz të korruptuar, dhe ju dini kadastra e Vlorës është një nga kadastrat më problematike. Më kriminale. Dhe të mendosh që kanë drejtuar drejtor pafund, që ti një farë mënyrë shikon që nuk ka qenë vetëm nga një parti, kanë qenë nga gjitha partitë. Madje zoti Rama, në mos gaboj tani, vuri dhe njerëz të Partisë Demokratike, ishtë Partisë Demokratike, tregojnë një farë mënyrë që vetë këta njerëz jo thjesht ishin të paqartë, po ishin armiqësor me hapësirën e tyre. Dhe deri tani nuk pati protesta. Nuk pati protesta as në vitin 2024 kur shpall projekti i çiftit Kushner, por që kuptohet nga pas ishin biznesmen arab. Çuditërisht, një projekt tjetër si vlla me këtë, po jo në këtë habitat në Beograd, pati përplasje shumë të mëdha nga komuniteti dhe për një godin që kishte për ta rëndësi simbolike. Simbolike, po. Bombarduar nga NATO. Edhe të bombarduar, po edhe ishte ndërtesë që ata e konsideronin si një nga ndërtesat e para neoklasike pas luftës së dytë botërore. Dhe me këtë status të dyfisht ata u munduan që ta ruani dhe arritën deri diku. Vetë çifti Kushner u tërhoq, në mendimin tim bëri mirë, sepse edhe Serbia ka hapësira plot ku ata mund të operojnë. Kurse në vendin tonë, në këtë hapësirë, po mendoj që edhe në këtë moment, kur është marrë ky plan zhvillimi, mund të veprohet shumë mirë tashmë që të korrigjohen të gjitha padrejtësitë dhe njerëzit, komuniteti që pretendojnë atje që duan akseset e tyre të ndihmohen, por nga ana tjetër të vendosen para drejtësisë njerëzit që tjetërsuan këtë vend, statusin e këtij vendi. Dhe në një farë mënyrë të fillojë një reaksion zinxhir për gjithë ata që kanë marrë hapësira të tilla, sepse u keni parë vërtet për pjesën natyrore është problem, por mendoni ata që kanë ndërtuar siç kanë ndërtuar në Durrës si për kolektorëve, dhe Durrësi disa vite përmbytesh thjesht jo nga budalliku, por nga banginja e disa njerëzve. Rastet janë
është Laguna e Venecias, që ka një plan zhvillimi që jeton edhe brenda kësaj konventës së Ramsar, ku edhe Shqipëria bën pjesë, po nga ana tjetër është edhe plan zhvillimi, dhe Venecia është ajo që është, ne kemi parë. Janë 3 laguna në Francë, është 1 lagunë në Spanjë, të gjitha kanë zhvillime. Ajo që ne duhet të sqarojmë këtë gjithë kjo pjesë, për këtë duhen njerëz të mjedisit, për këtë duhesh Ministria e Mjedisit që tani nuk flet. Njerëz të mjedisit sa Zanguri. Jo, them për autoritetet shtetërore. Autoritet, okay. Duhet të caktonin statusin sepse janë disa nivele të rëndësisë së një lagune. Për shembull, kjo e lagunës Venecës që ishte kategorisë 5 e tjera, që do të thotë kategoria e parë, kategoria e dytë nuk preken. Është si Durrës, për shembull, në pjesën A nuk preket, por në atë e kemi preket. Edhe atë e kemi preket. E kuptoni? E njëjta që mund bëhesh edhe këtu. Tani, kjo ushtroi problemin para Zotit Rama dhe para tjerëve, që reforma në drejtësi jo thjesht ka nxjerr probleme dhe futuj, por kjo reformë në drejtësi na ka nxjerr individ të cilët e kanë shkatruar të vend. Do të thënë këta njerëz drejtësisë nuk duhet të shmangesh nga vetingu, këta që u duken me pasuri që nuk mund të justifikonin. Këta duhet përgjigjeshin penalisht. Dhe bëmat e tyre janë shumë të mëdha dhe një nga bëmat është kjo e pronës që ka ndodhur në Ben nuk di nga t'ja fillosh Shqipëni, se në rreth e problem një që jam plotësisht 100% dakord me ty, që këto që i shkarkoj vetingu, këto duhet dilshin para drejtësisë. Jo të shkarkoheshin nga vetingu, parat e marra me vendime të padrejta dhe në kundërshtim me të gjitha ligjet e shtetit. Ti përdorin për të arsye avokatie apo për të bo ekspert në tallavate darkës, kurse ti rri, dhe tjetra është që dhe këta njerëz që kanë njoft të prona dhe zyrtar të lartë të shtetit, duke filluar nga drejtorish. Dje kam pas një debat me një që sa mu jam i djathtë, se i djathtë, thash. Mos bezdis një sekundë. Se i djathtë, sepse gjyshi im e ka vrar komunizmi. Punë e madhe, thash, gjyshin tatë e ka vrar komunizmi, kjo do të thotë që i djathtë. Komunizmi ka vrarë më shumë të majtë. Më shumë të majtë. Tash i ti themi, thash, se më tha është dhe ballist. Janë kaq ignorant, pikërisht se u sollën këto ignorant në administratën e shtetit, ne përfundum këtu ku jemi. Janë kaq ignorant sa që tha gjyshi im ka qenë ballist. Po ku e ke mësuar këtë që Balli është i djathtë tash? Po. Balli është social-demokrat, unë kam respektin më të madh për mitat frashën tash. Po social-demokrat. Një, e dyta. Ky njeri masi mori një postë zyrtar në blok, aty në blok, mrapa institutarte, kanë rrit në një godinë shtetërore, kanë rrit një kat komplet kashturë dhe një ansore, që sot i kushton $1.700.000, dhe thot jam i djathtë, ti e hajdut tash, nuk je i djathtë. Ti e hajdut, nuk je i djathtë. Dhe këta që thonë sot jemi të djathtë, ta e hajdutnit e parë. Janë këta të cilët morën golemin, morën Bregdetin, morën plazhin, morën gjithë dhe kanë bëhat 4 urë që mu me ma falë nuk shkoj sot aty për plazh. Po, vetëm do të them. Pra, çfarë do bëhet me këto njerëz? Këto po na bën dhe për budallim, kjo është e rënë. Është e pamundur. Kjo është po na bën dhe për budallim. Dhe pikërisht se nuk ka reagim. Të them, jo, ka reagim. Dhe këtu pastaj vim prapë tek ajo që ju pat sloganet që janë të pa maturuar nga turma. Turma vërtet është e pa maturuar, por mlefin që ka është i maturuar. Pse? Duke pasur parasysh, për shembull, ju patët mundësi të kishit një individ të tillë, po një individ i tillë unë jam i sigurt ka folur me ju se keni një lloj statusi publik. Po unë jam i sigurt se ky person nuk flet me asnjë nga ata njerëzit aty sepse nuk i begenis. Dhe ata njerëzit kur ngrihen në protest, ngrihen edhe për njerëz si ky. Tashmë turma ka mbledhur shumë ankesa brenda dhe kur mendon që ty kadastrat në zonat turistike kene, kadastra e Durrësit ishte në dorë të mafjes. Apo jo? Kur mendon që atë që ndodhi me kadastrën e Florës, kur shikon çka ka ndodhur në Sarandë, ty të vjen keq për vendin tonë. Gjithë ato njerëz që, gjithë ato njerëz që po të ketë shtet këtu,
Lënë ligjit e Europës, ata dohen varë midis bulevardit më. Po, E kanë shkatërruar vendin në mënyrë të pandrejshme, duke filluar me ligjin 7501, ku kontributori më i madh është ky që sot pretendon të bëhet prapë kryeminist. Po, por plaku mere. Qartë, shtetin e bëjmë ne. Dhe t'ju them një element, ka një cak për këdo. Dhe jo vetëm zoti Berisha, po dhe zoti Rama nuk parin të kuptojnë që i detyrojnë këtij vendi jashtëzakonisht. Sepse ky vend Berishën e bëri 2 herë president vendit, edhe 2 herë kryeministër të vendit, dhe ka fuqinë historike më të madhe mbas vitit 90, pa çka se kjo pjesë historike më shumë anon në pjesën negative. Ashtu si zoti Rama, nëse nuk do kishte këtë mbështetje popullore, nuk do kishte mundësi të bënte atë show ndërkombëtar. Dhe po të shikosh brenda vendit, këtyre nuk u bën përshtypje që çfarë ka ndodhur me kadastrën, çfarë do ndodhi më vonë, ose për shembull statistikat që kanë dalë ditën e fundit, që më shumë se 10% e shqiptarëve janë të varfër. Shifra tjetër, në mos gaboj, gati 20% e shqiptarëve vuanin stres në punë. Do të thënë, ti vjen nga një botë që është bota që ka zhvillimin menaxherial më të madh dhe më të sofistikuar të botës. Dhe ju e dini, themeli menaxhimit është ky, kapitalist. Ti duhet shkosh në punë dhe të qeshësh, sepse unë si kapitalist duhet të marr ty si punëtorin tim, menaxherin tim, drejtorin tim më të mirë në mundshme. Dhe nuk janë kot ato benefitet që t'jepen, se ti duhet t'i shlyesh. Hallet po, që ke mrapa nuk bien. Ndërsa këtu ti shikosh shqiptarët janë kurizullur dhe që i mban në këtë lloj status quo i mban ajo që pan për shkak të Kongresi Partisë Demokratike ku vendi siç e quhen ata që ata nuk ndryshojnë dot, nuk paraqisin një ofertë dot, nuk i bashkojnë për shkak të japin një lloj fryme kësaj proteste. Qa niveli këshilli kombëtar, po. Akoma vazhdojmë me sistem biografish. Po. Kjo është sistem biografish dhe biografisë të dyshimta, jo të kjo është e rrënjosur thellkën. Vjen keq ta them Zoti Demalia, kam frikë se një pjesë e institucioneve tona punojnë jo dhe biografi të rrënjshme. Biografi të rrënjshme. Një pjesë punojnë akoma kështu, sepse shikoj pjesën e sistemit të patronazhimit dhe njerëzit që ngren janë me, të themi, të kaluar jo thjesht të dyshim, po me të kaluar të sajuar. Ndërkohë që Shqipëria ka shumë njerëz që duan të kontribojnë dhe që po preferojnë më mirë të ikin jashtë vendit se sa të punojnë në këtë vend. Po nuk është zgjidhje dhe jam. E di që nuk është zgjidhje, por nuk është zgjidhje se edhe veni lehtë sepse hiqje largimi i forcave të një mendimi qytetar, nuk po them sa fjalën intelektual që diun kam vdekje, të një mendimi dhe një frymë qytetare e lakët vend humner. E di, zoti Demalia, po duhet të them një element. Mbas disa vjetëve kur ne dy të jemi në pension, unë personalisht do kem një pension nëse do arri 120 euro. Ndërsa shumica e ignorantëve që janë në parlament do ta kenë nga 2000, do të kenë 2000 euro. Thuaj se ç'duhet bëjnë në këtë rast. Ndërkohë që një pjesë e njerëzve të mirë, ka shumë njerëz nuk jo vetëm të mirë, por shumë shqiptar kanë kontribuar pafund në këtë vend. Janë dhe një pjesë e madhe, kanë luftuar, kanë kontribuar jashtëzakonisht. Bima janë dhe vlerë e këtij veni edhe tash do vishte është shumë e rëndë të vesh në hymnin e provincialit, flas në kuptimin jo gjeografik, në kuptimin e mendësisë. Qartë. Fshatare, se nuk të bën fshatar ke edhe midis Tiranës sa dush. Problemi është në kuptimin e mendësisë, filozofisë jetës edhe politikës. Zoti Demalia duhet të them diçka. Kjo që tha tani është nga teoritë më interesante që ka qenë dikur në Ballkan dhe ka bërë një filozof, tani është i vdekur, serb, për fat është përkthyer në shqip, dhe është filozofia e provincës. Dhe me tërmend ai me provincë nuk e tiketonte serbët që vinin nga provinca, që janë shumë më problematik se sa serbët tanë, sa ta bën luftrat që katranosin. Janë shumë agresiv. Por ata nuk lënë në komunitet një pjesë individësh që duan të ndryshojnë vendin. Do të thonë gjithmonë e zhysin poshtë. Dhe kjo është një nga filozofitë më interesante të tyre, është gati paradigmë
paradigmë në ish Jugosllavi. Dhe unë besoj që edhe në vendin tonë ekziston një gjë e tillë. Një pjesë e tillë nuk e duan në realisht zhvillimin e vendit. Prandaj ne humbasim në debate Po historikisht do të kjo më ne. Po. Historikisht ka ndodhur kjo më ne, fatkeqësisht. Unë t'ju them pas 2-3 ditësh Shqipëria do ketë në një skandal të një lloji tjetër. Shumë shpejt do hapet, besoj, problemi i detit e tjerëve dhe e gjithë vëmendja do shkëputet dhe do shkoj diku tjetër. Dhe keni parasysh larg qoftë ndodhin ndonjë vrasje dhe ti kupton që nuk punon, nuk funksionon shërbimi social, shërbimi mbrojtjes, penaliteti ndaj personazheve të këqija e tjerë, ose larg qoftë në një aksident që po vazhdojnë edhe mbas atij aksidentit të frikshëm që ndodhi para disa kohëve. Nuk e di, është ajo që shoqëria jonë është një dekadencë të frikshme, mungesë vlerash, dhe këtë e bën nëpërmjet këtë që ju thoni shpesh, këtë tollovie, këtë lloj zdarhallje, këtë lloj mos respekti të ligjeve, mos respekti të njerëzit, urrejtje, shumë urrejtje, pafund. Urrejtje bën e tmerrshme. Është një urrejtje e madhe në rrjetet sociale, mos si kanë kohë, janë po të njëjtit fytyra, po të njëjtit njerëz, po të njëjti emra. Nuk e di ai organizojnë parti, se më kanë thënë që kanë dhe zyra parti. Po, kanë zyra parti. Domethënë, jam dakord me kritiko, po edhe shaj, po ke një mendim, jep një mendim tatin, jep një ide se si bëhet ndryshe. Jo, vetëm bëqë, spion, shkërdhat, o ndërsir, o birkurve, domethënë fjalori, e para çka kënaqësie jep ky fjalor këtyre njerëzve. Dhe nuk janë pak ben, dhe kjo tregon dhe gjenin e tonë agresive që kemi edhe në rrugë, edhe në rrugë gjenin agresive që kemi në rrugë. Është frikshme. Është ti ke bloku aty, policia, makinat qarkullojnë, domethënë bëjnë xhiro, ku ndodh kjo më? Se mund ndodhe në një rrugë që s'ka policë, s'ka gjë, po edhe në botë. Po këtu midis qendrës Tiranës. Po sepse të them një element, ndërsa në vende të tjera kanë aspiruar gjithmonë për qytetrimin. Në qytetrimin e kemi thjesht si një lloj garniture për ta varur në shtëpi. Ne nuk e dim që qytetrimi është dhe detyrim. Ben, ç'do ndodhi me Zvërnecin dhe si mendoni ju, a duhet zhvillohet si zonë apo s'duhet zhvillohet? A duhet të jetë më e qartë qeveria shqiptare duke filluar nga pronat? Dhe unë e kuptoj që është e pamundur. Po në mendimin tim, se është e pamundur financiarisht, se pamundur ta përballosh ushtarakisht me policie, por dikush duhet marrë përgjegjësi për këtë shkrim, për këtë shkatërrim të pronave që jo bëu Shqipërisë. Janë vjedh, janë grabit, janë shpërbër pronat publike, private në mënyrën më të llatarshme, dhe këto në masën 90% nga lidhjet e politikës me krimin. Kaq. Kjo është, nuk flas sot, flas që në fillim, që në 91-shin. Dhe sot këto njerëz të vinë na tregojnë të djathtën, të vinë të tregojnë se si janë zot, ku përveç që janë hajdut, grabitës pronash, që duhen vu aty ke tërkëndshëm midis sheshit Skënderbej, as ndëllimin fare, se vetëm kështu krijohet shembulli. Këta sot na bëjnë dhe ligje prap, edhe të majnë me forcë poshtë. Kjo është, domethënë, kjo është kulmi. Kjo është kulmi. Duke filluar që nga Shkëlzen Berisha me ndërtimet në për Tiranën, në për kudo, e tjetri nga majta, nga djathta, nga se s'ka as majtë djathti, nga hurdha, nga qepa. Kjo është tmerr. Tmerri më i madh në këtë vend është ajo që po del pak dhe po vërtetohet që grupet kriminale shqiptare kanë akses ndërkombëtar dhe po fuqizohen. Sa më shumë të forta të jenë ato, sa më shumë të kenë akses për shembull në kadastrën e Durrësit, ata e kishin në dorë, bënin gjithçka. Në zemër
të Korçës, një diamant i rrallë shkëlqen në kurorën e trashëgimisë, kulturës dhe serenatave, Villa Ebel. Një vend ku eleganca takon historinë, ku shija bëhet përvojë dhe çdo detaj flet me finesë. Qoftë për një drekë të veçantë, një darkë romantike apo një natë që nuk harrohet kurrë. Nëse vjen në Korçë dhe nuk ndalonte Villa Ebel, ke humbur një pjesë të magjisë së saj. Villa Ebel është një dhe mbetet e vetme. Tashti, Spaku duhet të vërtetoj. E ka ky pron? Qëse e ka ky pron? Kush ja ka dhënë këtij si pron? S'kam punë me shehon fare unë. Ai që ja ka dhënë shehot që pron, hekrat në burg dhe në dëshkimin motoron që të bëhet shembull vetëm kështu vetë. Të thënë diçka. Dëshkimin motoron. Të duhet ta bëjmë. Kush je ti mër maskara që merr lagunën, se unë i di për fakt lagunat, kënetat nuk kanë qenë pronë private deri në vitin 90. Po kjo do është bërë në me ardhjen e demokracisë me dy gishta lart, u turën si qend për Kocka. Po kjo do është bërë në vitin 2024 kur zoti Rama dhe familja Kushner shpallin. Atë e dini që në vitin 2024 ne të dy nuk e dinim që çfarë investimi do bëhesh aty. Dhe i e shpall investimin e vet te Bloomberg. Dhe prandaj në këtë sens edhe zoti Rama nuk duhet fusi kokën si struci. Po gjëra të tilla kaq të mëdha dhe sidomos investime të tilla të thotë që po bëhet në filan pronë, e cila ka këtë histori pronësie. Dhe Spaku mos të ngrihet tash që janë ngritur gjithë njerëzit të kërkojnë drejtësi, po shumë kohë më përpara kur këta njerëzit e mjedisit. Spaku pjesë e kësaj kriminaliteti është. Edhe Spaku më pjesë e kësaj, nga dolën këto të Spakut. Nga dolën më thujti, hajde të bëjmë llogaritë e këtyne, pasuritë e këtyne në vend. Juve ju bën përshtypje përveç saj që është me të drejtë, është gjë shumë e madhe, sepse është një investim shumë i madh që nes na vjen më, ndërkohë që po sjell pa kënaqësi kaq të mëdha. Ju beson duhet bëhet investim, është investim. Të lutem, nuk mbarova, të them diçka. E di që është ndërtuar brenda parkut të Butrintit që ka po ashtu mbrojtje mjedisore përveç mbrojtjes së kulturës antike. Ku kam qenë tash i vonë? Brenda. Ku është ndërtuar? Është brenda, shikoni ke qendra dhe është bërë me lejen e ministres të asaj kohë. 3-4 muaj përpara. Shikoni me kujdes, është pika e famshme që thuhet që po bëhet fshat turistik brenda qendrës së Butrinit, po jo brenda teatrit, siç mund ta mendosh ti. Po jo brenda më rrethut, ke Butrinit. Shikoni është ke një nga gjiret aty. Shikoni me kujdes në hartë. Se kam shku vonë të shkoj, të shkoj prapë. Gjëra të tilla kanë gjenezë, gjëra të tilla kanë kulturë. Se më ke përmendë ministrin e kulturës, edhe është e tmerrshme kur mendon që këto gjëra i bëjnë njerëz që ne i quajmë elitë e kulturës dhe elitë intelektuale dhe e kulturës shqiptare. Don kur të njerëz bëjnë këto gjëra, imagjino tash çfarë pret nga ai që të vjen me sapat në dorë. Zoti dhe më lejo të them diçka. Eliti ishte Fai Kornica. Eliti ishte Mitat Frashë. Do të them një element fundit. Të lutem, kur të kesh mundësi, të lexosh debatet e vitit 20 për formën shtetërore të Shqipërisë të bërë nga Stavro Vinjau, Koço Tasi, Luiz Gurakuqi e të tjerë, do të shikosh nivel që thua çfarë parlamenti kemi, me kulturë të jashtëzakonshme të konstitucionit gjerman, italian, francez, të perandorisë osmane të asaj kohe, me leksik të jashtëzakonshëm, me shqipe të mrekullueshme. Këto sot përdorin 3 fjalë të them diçka. Dhe kanë luftuar gati me fjalë fare të veçanta që konstitucioni i vendit ton akoma s'mund kishte kushtetuar se kishim mbas vitit 20 dolën me ju e dini, dolën me një këshill që do përgatiste ardhjen e një mbreti. Dhe çudia më e madhe është që kjo lloj kulture, këta ishin elita shqiptare. Këta u prishën me kalimin e kohës, i prishën vetë shqiptarët. Dhe ja ku jemi sot në kohën tonë. Po. Kam shumë gjona për diskutu me ty, po sigurisht do jemi prapë, por du diskutoj këtë para se diskutoj qartë kuvendin e PD-s.
Unë nuk e besova, po sot ma çun dokumentin, Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, zëvendës ministri. Urdhër për miratimin e udhëzuesit të praktikës klinike për trajtimin hormonal të personave transgjinor në shërbimin e endokrinologjisë në qendrën spitalore të Universitetit Nën Tereza. Besoj e keni ju. Urdhër, miratimi një udhëzues të praktikë klinik, ky urdhër në fuqi me njëherë. Kërkohet tash. A e ka të nevojshme Shqipëria mbështetur në 102.4 Kushtetutë e Republikës së Shqipërisë dhe si për shërbimin spitalor të Republikës së Shqipërisë ndryshuar ligjin 17 datë për kujdesin shëndetësor të Republikës së Shqipërisë, të ndryshuar në vendim numër kaq të Këshillit Ministrave për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve të kujdesit shëndetësor dhe të urdhrit 509 për caktimin e fushës përgjithshme. Unë nuk di komunitetin e këtyre në vendin tonë dhe pa ditur komunitetin dhe shtrirjen e transgjenorëve në Shqipëri, ne nuk mund të gjykojmë. Por kur shikoj tani që Shqipëria duhet të detyruar për shkak të ligjeve europiane të bëjë gjëra të tilla, patjetër këtë e besoj. Atë që më shqetëson është kjo që Ministria e Shëndetësisë duhet mendoj për kurat të njerëzve të cilët janë nga smundje. Këtë thash. Kjo është shqetësuese. Dhe në shumicën e rasteve, jo vetëm mungojnë mjekimet, po mungojnë shumë elemente edhe për smundje të tjera. Ndërkohë, një pjesë e madhe e ilaçeve që vinë në vendin tonë janë jashtëzakonisht problematike. Dhe në këtë sens, kjo po më duket, si të them unë, është si në kohën e Bizantit, kur ata ishin gati drejt pushtimit dhe flisnin për seksin e ëngjëve, domethënë. Kështu është edhe kjo punë. Patjetër komunitetin e transgjenorëve ne nuk mund të flasim. Kjo është, unë besoj ligje të tilla do ketë shumë gjatë këtyre kohëve. Në të pyeta sepse ka një misinterpretim. Domethënë, njerëzit kujtojnë sikur këto po e japin këto hormone, po i detyrojnë nëpër shkolla, gjë që s'është e vërtetë, por ne po themi duhet edhe këto të qeverisë duhet flasin. Ky është problemi. Ky është problemi dhe i interpretojnë sikur shteti po jep hormone që ndryshojnë dhe thotë nëpër shkolla. Këtu ne kuptova këtë, edhe kur lexova që këtu po bëhet fjalë për transgjenorët që të kenë edhe këto një shërbim, po, edhe diçka spitalor. Moshat që janë në pjesën e adoleshencës, në shumë momente janë të pazotët, së mos me këto të themi, nuk di si të përdor terminologjinë e caktuar, me këto lloj gjërash që realisht të përballen me mjekime tamam, sepse do punë të jashtëzakonshme sociale që këta të identifikohen të tillë, sepse një pjesë kanë frikë të identifikohen. Një shoqëri si jona kaq agresive, është e pamundur që ti të evidentohesh me zë të lartë. Dhe unë besoj që shoqëria jonë e ka të nevojshme. E para, nëse ne duam të bëjmë rrugën europiane, patjetër. Po dezinformimi pastaj është pjesë e insuficiencës të institucionit. Kjo vjen nga ignoranca, se ne gjejnë atë hormone për ndryshimin seksual. Opozita mund të ndihmonte për këtë, në pjesën pozitive. Pashëm gjithë, ma kanë thënë 100 vetë, edhe unë thash, nuk është e mundur që ta kenë fut programe shkollore që të morin në... Jo, nuk është, sepse neve vetë si popull, jemi popull që jo vetëm... Jo, më edhe në Amerikë nuk është kështu më se i misinterpretojnë. Nuk është që kanë fut në për shkolla, derisa se kur vje puna edhe në Amerikë, 3.2% janë këto transgjenorët edhe homoseksualet. Pavarësisht unë jam për atë që nuk ka pse ipet kaq vëmendje e madhe, duan të bëjnë me jetë vetë, bëjnë çfarë den, por nuk ka pse ipet nëse. Bëni dy fjalë për kuvendin e Partisë Demokratike, zgjedhjen e vështirë, një ngjarje të vështirë të Sali Berishës. Votbesimin, mund të themi. Në sakt. Ishte një kuvend që të vetme pozitive, që pozitive që unë pash ishte që pas shumë kohësh Partia Demokratike do identifikoj njerëzit e saj. Dhe një farë mënyrë, kur ti e thua këtë si gjë të së ardhmes,
harron që mënyrën se si e mbledhur në kuvend ke shumë probleme, sepse ti nuk ke identifikuar bazën tënde. Dhe në këtë rast identifikimi në formë digjitale i tyre, që presupozon që do identifikohen nëpërmjet kuotës që do japin, është një gjë e mirë për ta. Por pse nuk është bërë deri tani? Pse është gjithmonë problem dhe ata akuzojnë njëri tjetrin në votime? Cilat janë vërtet strukturat e Partisë Demokratike, dhe nga ana tjetër gjëja e dytë pozitive që ata e shpallën, po nuk e quaj shumë pozitive, ishte ngritja e një komisioni për pjesën e primareve dhe organizimeve të tjera. Ne duke pasur parasysh komisionin që ata ngritën para disa viteve për shqyrtimin e kandidatëve për deputet, nëse mbani mend ishte Indjeri Nishani, zoti Mark Marku, zoti Mustafaj, tregoi që kishte shumë probleme. Dhe ata devijuan jashtëzakonisht. Dhe madje mund të quheshin si senatorët e Partisë Demokratike. Gjë që tregon se kjo parti ka vetëm hijen e zotit Berisha, ndërsa pjesa tjetër janë thjesht numëror. Prisja që në qoftë se donte të bënte ndryshimin, ndryshimi duhet të fillonte nga vetja e tij, gjë që nuk e bëri. Nëse kemi marrë vesh dhe zoti Haradinaj që është gati fëmia e tij, është larguar nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Dhe vendin e kryetarit ja ka lënë zoti Gjini. Patjetër që edhe unë prapë parit besoj që partia është e tij, sepse kështu funksionon në Shqipëri, por zoti Berisha me kuvendi që bëri u harrua që 24 orë më vonë. Jo thjesht sepse doli problemi Gërdecit, por kuvendi nuk është se solli vërtet problemi Zvërnecit. Dhe për shembull, jo thjesht edhe mos ishte Zvërneci. Njerëzit do merreshin më shumë me fillimin e kampionatit botëror ose me ato që ndodhen në Paris sa. Tash ti fillon kampionati botëror, harrohet Zvërnecia edhe 10 ditë. Po. Dhe në këtë sens po ju them që zoti Berisha kishte mundësinë që në këtë periudhë të fundit politike mund të bënte diçka të mirë për formacionin e tij. Zgjodhi dhe ai është shumë besim plot që do ndryshojë regjimin, sepse tha prapë ky është kilometri i fundit që do ashu. Por këto paradokse më shumë kanë dëmtuar Partinë Demokratike se sa ato vetë. Se beson ti që mund ndryshojë Berisha? Nuk besoj, po duhet të them diçka zotë Malia. Shqipëria vazhdimisht ka pasur raste të deutset mashina. Do të thënë ka ndodhur gjëra, jo të them apokaliptike, si thonë, nuk do të them gjëra të tilla, po ka ndodhur ndryshime të befta. Dhe nuk ja merrte mendja e njeriu që zoti Pandeli Majko do bëhesh kryeministër i Shqipërisë në momentin më të vështirë të Shqipërisë. Askush nuk e mendonte në luftë që Enver Hoxha do dilte kryeministër i vendit. Madje Bernd Fischer thotë diçka shumë interesante, që Enver Hoxha u vendos kryetari i përkohshëm në mënyrë sepse ishte njeriu më i lehtë për të zhvendosur. Por ai tregoi që dinte të u hante kokën të gjithëve dhe tregoi se ishte shumë hapa si për tyre. Të mendosh, ishte Koço Tashko që kishte mbaruar në Harvard. Ishin dy emisorët jugosllav që drejtonin gjithçka dhe prapë nuk e kuptonin. Ishte Vasil Shanto, atentatori më i madh. Ishte Qemal Stafa. Ishte grupi i zjarrit, ka qenë Sadik Premte, ka qenë personalitet. Por mos thënë njerëzit e tjerë dhe nuk arritën. Ka qenë Zef Mala, për shembull, kryetari i Partisë Komuniste të Shkodrës, nga njerëzit më të kulturuar të. ky. Harrova. Po, edhe mos po mbien. Po, patjetër. Ti bën monumentin. Po. Kështu. Ben, tash për të ardhur ke Partia Socialiste. Nuk di e dëgjove sot fjalën e Ramës? Po dëgjova dhe jam i zgënjur, të jam i ndershëm. Pashka se u mundua të tregon të hapur disa gjëra, por pjesa patetike ti nuk mjaftonte në këtë vend, sepse çfarë duhet bënda ndryshe? Të heshte dhe të fliste nëpërmjet institucioneve. Dhe të paktën më shumë vend ka bërë ajo që bëri drejtori i policisë, drejtori i përgjithshëm i policisë që përjashtoi. Pastaj institucionet e tjera që i hoqën lejen, licencën. Nga ana tjetër, ministri i drejtësisë duhet të hapte dhe duhet të kërkonte spakut, ndjekjen e pronësisë. Dhe
Zoti Rama thoshte, unë jam gati ke një të drejtë, sepse nuk je mushmen edhe nuk kupton njëri, kështu që kur flet me institucione je është humbje energjisë, po. Po, humbje energji. Dhe mbi diçka, të gjithë e dinë që Zoti Rama Bënte atë që them unë. Bënte, t'ia çonte spakut, kush gjykac, kush vendim ja ka dhënë pronë këtij shehut këtë Zvërnecin. Po. Kaq bënte. Unë kam frikë që po filloj me Zvërnecin, duhet filloj me gjithë Shqipërinë dhe nuk besoj se do interesoj shumë. Unë nuk e di, po atëherë kjo gjendje kështu ben do jetë një gjendje që ne kur nuk do të kemi një gjendje stabile dhe gjendje zhvillimi normal. Nuk e besoj që do kemi. E para sepse individi shqiptar nuk e respekton pronën publike dhe pronën private. Kjo është e vërtetë. Dhe ky është trishtimi më i madh për këta më fal. Këta që dalin sot protestojnë këtu për Zvërnecin. Unë kam shku në lagunën e Ishullit Lezhës dhe të Shëngjinit dhe si shikosh plerat ven. Kam shku në Vlorë, të shikosh plerat, ti ke qenë kur shkon këne nga Palasa Jala e Dërmio. Këta i hedhin plerat jo vetëm aty ku është plazhi që i hapi në për rrugë, po edhe në për rrugë ku kalon ajo rruga automobilistike, shishet thyra njërën tjetën. Prandaj kjo që theti, e gjitha kjo më duket një hipokrizi nga këto që protestoj, sepse ai që e do natyrën, e do veni vetë, në radhë parë e mirëmban atë. Është mbledhur mlef, në fakt, edhe për këtë duhet i besosh, por jo, nuk i besoj ben. Nuk i besoj ben, se hajde shkem tash ke gjithë katunet e këtyne ku je këto dhe të shohim se si e mbajnë këto ambientin e përbashkët. Ju thash diçka. Ben, kjo është kulturën tonë dhe fatkeqësisht kalon Maqedoni si e ke, shumë më mirë se ne, edhe në Kosovë shumë më mirë se ne, për mos shku pastaj në Greqi e në Malzi pjesa shqiptare është si Neulqini, lum, hypën lart pastaj është gjë tjetër. Kështu që ne e kemi problemin me veten njëherë si shoqëri. Patjetër. Mos drejtojmë gishtin dhe këtu nuk e kam as për qeveria ka përgjegjësitë e veta, por mos drejtojmë gishtin pa e drejtu gishtin ke vetja. Patjetër. Ti shife si e majmë qendrën e Tiranës. Qendrën e Tiranës, po shife. Të gjitha të hudh me jashtë. Patjetër. Nuk kemi se sollëtikte, se kishan me në sollëtik. Nuk kemi përgjegjësi komunitare ne. Patjetër. Por keni parasysh diçka, është rrezuar kaq shumë padrejtësia në vendin tonë dhe ke parasysh që jemi 114 vjet shtet, që tani duhet kishim rezultate, tani duhet ishim afër një civilizimi, për shembull thoshin Shqipëria i ngjan shumë për shembull kësaj lloj hapësire zhvillimi. Ne nuk e kemi këtë. Unë besoj kjo është pjesë e individit shqiptar, që do të thotë formimi, përpjekja dhe sidomos pjesa intelektuale kena. Aman, mos më përmend atë fjalë. Po mirë, të lutem. Ti në këtë rast, më fal që po drejtohem me ti. Bëni detyrën tuaj që shqiptarët bëjnë mirë. T'ju them një element prap. Përdora para disa kohëve një titull të një shkrimi të Tajar Zavalanit. Ju e dini, është themeluesi seksionit shqiptar të BBC-s. Të BBC-s. Dhe thoshte diçka njëri shumë i kulturuar. Ato po aty në thuja intelektual, po jo këtyre surrogatave sot. Ai ishte i majt, njohut majtën sepse bëri dhe shkollë në Rusi. Dhe i vran dhe vllajën në Rusi që ishte organizuar atje. Dhe tha diçka shumë interesante. Shqiptarët kanë shumë probleme për shtetin. Dhe e mora këtë titull për të theksuar që ai vetë njerëz të tillë mendonin që i takon një pjesë e njerëzish që kanë udhëtuar, që kanë trashëgimi të madhe historike, morale. Ti kur flet edhe me zërin e babait, zërin e gjyshit, zërin e njerëzve që ka afër, modelet e tyre, dhe s'do t'i turprosh ata. Plus që evokon dhe gjën e tyre. Dhe ai shkreti thoshte të njëjtën që na takon ne me gjithë shpunë shumë e madhe që ta bindim të popull, t'i flasim të popull. Kuptohet që në fund në dy shpesh ngelim të shkënjyër, po tek e fundit kjo është guri që mban, pesha që mban në kalvar, që mban në çdo intelektuale, është pesha e Krishtit, e kupton. Do ta marrim, s'kemi ç'bëjmë. E dim që s'do arrijmë as rezultat, po
Do jemi në qetë me veten. Po. Ben, faleminderit, gjithmonë Faleminderit juve. kënaqësi me ty edhe do të shihemi shpejt.